questa masterclass organizzata dall'Ambasciata Italiana in Kosovo in occasione della 10ª edizione della settimana della lingua italiana, della cucina italiana nel mondo. Aprire questa masterclass con il piatto d'eccezione dello chef Emin Naziri, che quest'anno ha vinto la sua prima stella Michelin come executive chef al ristorante Procaccini di Milano. Il suo talento e la sua creatività l'hanno reso un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana nel mondo, e quindi siamo veramente I pori chef Kosovar se qënë për para Kosovën, në Europë, në Itali, edhe qysh me thonë, ja kom një spektuhit, unë jam i Klines, edhe 2002 jam shku i Klines në Itali, si tonë shqiptartë, ka daldore të me krejtë probleme se kanë gjinja normal. Qysh e thamone ka herë moment, ja kena njës jo 0, minus 0. Edhe kom pas shumë pasion e fort për kuzhinë. Unë në familja teme s'kam kërkan kuzhinë, o kuzhinjerë, o kështu. Edhe ku jam shku në Itali, moma kështë qef, si tonë momat si kanë qef me bon doktor o avokat. Kësha pasion të fort edhe kom pas qysh me thonë, një anër të madhe, më janë ro jetë në familjes teme. Se kanë hek shumë, se tonë shqiptarë kanë hek shumë, po familja jeme ka hek shumë, edhe me mundësi ka daldore dhe i sa bona, unë e shef, edhe qaja u konë pak pasioni se këmë posë, se so shkallaj më konë kuzhinjerë, je gjithë kuzhinë, s'ki jetë, po ka daldore me qitë donër të modha se këmë posë, me ndru jetë në familjes teme, edhe dhe i se në konë ndru jetë, tash jam pak ma qëtësum, edhe kam qef, jam të shku mirë në për kuzhina, kam qef me që për pora Kosovën,